Allahu Akbar. Hapat I bëjmë e si llogarisim. Mirë po, të gjitha këto hapat që I bëjmë, kur të janë rrugë Zotit, ato I llogarit Zotit. I regjistojnë me laqet dhe I shpërblyen madhënia e Tij. Andaj, le të ruhemi të mos bëjmë hapa vepra në cilat është urdhëruar Allahu. Po të bëjmë hapa edhe atë shumë e ma shumë dhe të veprave me cilat është I kënaqur Allahu. Dhe të veprave ku qëndron kënaqësia e Allahut. Dhe të veprave ku fitojmë mëshirën e Allahut. Dhe të veprave ku fitojmë shpërblimin e Allahut. Allahu Akbar. Tani kanë këto aplikacionet të telefonit të kallëzojnë sa hape I ke bo në ditë përpara se kemi ditë. Andaj ato janë shumë që shelet janë në rrugë Zotit. Sepse kundërta nëse janë në punë të liga e në vepra të këqija, atëherë edhe dëmi është I madh. Pasojat janë të mëdha. Rreziku që e shkatojnë është fatal. Allahu na bëft për atyre besimtarëve që hapat që jecim në jetë që janë gjitha drejt kënaqësisë Zotit, përfitu kënaqësinë e Tij, dhe veprave të mira dhe të dobishme për njerëzimin. Vepra me cilat Allah është I kënaqur dhe I don ato, dhe vepra të cilat I bëjnë dobi njerëzimit. Allahu Akbar. Allahu na bëft vazhdimisht të atill ja Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Në fillim e në barim, la hawla wala quwwata illa billah. S'ka forcë fuqi përveç se me ndihmën e Allahut dhe për krahjen e Tij. Alhamdulillah.